Regaib do të thotë dhurata të shumta dhe begati të mëdha. Kjo natë është simbol i mëshirës hyjnore, ku lutjet dëgjohen, pendimi pranohet dhe shpresa ringjallet. Besimtari që e pret këtë natë me sinqeritet dhe përkushtim, e ndjen qetësinë që zbret në zemër dhe lidhjen e fortë me Allahun, krijuesin fuqiplot. Nata e Regaibit është kohë reflektimi. Është momenti kur njeriu ndalet dhe pyet veten për jetën e tij, për veprat që ka bërë dhe për rrugën që ka zgjedhur. Gabimet e së kaluarës, mëkatet e bëra dhe premtimet e pambajtura dalin para ndërgjegjes. Por kjo natë nuk vjen për të na frikësuar, ajo vjen për të na kujtuar se dera e pendimit është gjithmonë e hapur. Allahu i madhëruar është falës dhe mëshirëplot. Ai nuk i mbyll dyert e tij para atyre që kthehen me zemër të sinqertë. Edhe nëse mëkatet janë të shumta, mëshira e tij është më e madhe se çdo gabim. Nata e Regaibit është një mundësi e artë për të kërkuar falje, për të pastruar zemrën dhe për të nisur një faqe të re në jetë. Në këtë natë të bekuar, besimtari inkurajohet të falë namaz, të lexojë Kur'an, të bëjë lutje për veten, familjen dhe gjithë ummetin islam.